hadithi dhe kuptimi i tij. Është transmetuar nga Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: kush na do neve, ehli bejtin, le të veproj sipas veprës sonë dhe le të kërkoj ndihmë duke u mbështetur te devotshmëria, sepse ajo është gjëja më e mirë me të cilën njeriu ndihmohet në çështjet e kësaj bote dhe të botës tjetër. Në këtë hadith të Imam Aliut mësojmë se dashuria e vërtet shprehet me vepra dhe mbështetje në devotshmëri. Hadithi thekson se dashuria ndaj ehli bejtit nuk mjafton vetëm me fjalë, por duhet të shoqërohet me veprime sipas shembullit të tyre. Devotshmëria është mbështetja më e fortë për sukses në këtë botë dhe në botën tjetër. Njeriu duhet ta lidhë jetën e tij me moral, përkushtim dhe përgjegjësi shpirtërore. Dashuria e sinqertë kërkon ndjekje praktike dhe forcë përmes devotshmërisë.